أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم أما بعد Allahun e falenderojmë vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut do të mundohemi të flasim disa fjalë mbi ditën e gjykimit. Duhet ditur se ne kemi dy ditë të rëndësishme në jetën tonë. Njëra ditë është kur e jetojmë jetën e kësaj bote dhe tjetra është në jetën e ahiretit. Dita më e rëndësishme për neve në këtë botë është dita e vdekjes, dita kur ne do të ndahemi nga kjo botë. Nuk është as dita e martesës, as dita kur kemi diplomu, as dita kur jemi punësu, deshtëm apo s'deshtëm, dita më e rëndësishme për neve është dita kur do të ndrojmë jetë. Derisa në ahiret, dita më e rëndësishme është dita e gjykimit, dita e llogarisë. Ajo ditë do të jetë vendimtare dhe madhështore për gjithë neve. Në lidhje me këtë Allahu në Kur'an thotë: "Iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun", është afruar njerëzve llogaria, mirë po ata janë në gaflet të humbur. Kur të ketë vendosur Allahu gjithçka do shkatrohet dhe do të ndodhë kiameti, i cili i ka shenjat e tij, shenjat e mëdhoja dhe i ka shenjat e vogla. Neve na interesojnë do t'i cekim shkurtimisht shenjat e mëdhoja. E para prej tyre është dalja e timit, pastaj dalja e Dexhallit, pastaj shtaza e tokës do të del, do të ndodhë lindja e diellit prej perëndimit, do të ndodhë kthimi i Isait alayhis salam, paraqitja e Yexhuj dhe Mexhujve, pastaj do të ndodhin 3 rëshqitjet apo 3 shafitjet e tokës dhe shenja e dytë është zjarri i cili do të del nga Jemeni. Këto janë 10 shenjat e mëdhoja të kiametit për cilat inshallah do të flasim në ndonjë ligjërat tjetër. Neve sot na intereson pjesa pas realizimit të kiametit. Pra çka e pret njerëzimin pas kiametit? Çka do të ndodhë? Pas realizimit të këtyre shenjave, pas ndodhisë së kiametit pasojnë ringjallja. Pikë së pari vjen ringjallja, pastaj llogaria, peshimi i veprave, shefaati dhe krejt në fund xheneti ose xhehenemi, dënimi ose shpëtimi. Të gjithë do të vdesin dhe do të ngel vetëm Allahu i madhëruar, sikurse që ka thënë në Kur'an: "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Çdo gjë do të vdes, do të ngel vetëm se Allahu i lartmadhëruar. Po ashtu Allahu thot në surën Zelzala: "Idha zulzilatil ardu zilzalaha", kur të dridhet toka me dridhjen e saj. "Wa akhrajatil ardu athqalaha", dhe do ta nxjerr atë që e ka brenda. "Wa qala al insanu ma laha", dhe do thot njeriu çka është kjo? Çka është kjo që po ndodh? "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha", atë ditë toka do t'i tregoj lajmet e veta. "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha, yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Pasi që Allahu e ka frymzuar që ti tregoj lajmet e veta. Lajmet e tokës janë punët e njerëzve që i kanë punu derisa kanë qenë në tokë. Atë ditë njerëzit do të paraqiten në grupe dhe do të tregohen atyre veprat. Kush ka punu një të mirë sa grinca,
atë do ta gjej, dhe kush e ka punu një të keqe sa grimca, atë ka për ta gjetur. Pas kiametit, pas shkatrimit të botës, fillimisht pason ringjallja dhe tubimi. Allahu thot në Kur'an: "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Prej tokës ju kemi krijuar, në tokë do t'ju kthejmë dhe përsëri prej tokës do t'ju ringjallim për të t'ju marrë në llogari. Njeriu i parë, Ademi alayhis salam, është kriju prej dheut, do thotë prej tokës. Prej tij pastaj janë shumu njerëzimi dhe kanë ardhur meshkuj dhe femra. Dhe kjo do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit. Pastaj të gjithë njerëzit do të vdesin, herët ose vonë, dhe nuk do të ngel askush, sikur se që thot Allahu: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", çdo shpirt do ta shijojë vdekjen, çdo gjë që posedon shpirt, qoftë njeriu, qoftë njeri, qoftë gjin apo xhalles tjetër, do ta përjetojë vdekjen. Dhe pastaj Allahu thot se do t'ju ringjallim përsëri. Mirë, po shtrohet pyetja, pse duhet të ndodh ringjallja? Ringjallja do të ndodh për të dhënë llogari dhe për të pyetur për punët të cilat ne i kemi bërë derisa kemi qenë në jetën e kësaj bote, pasi që Allahu thot në Kur'an: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Është Allahu i cili ka kriju vdekjen dhe jetën për t'ju vënë në sprovë juve se cili prej juve do të punon punë më të mira. Ringjallja është etapa e parë e ditës së gjykimit, kur Israfili, meleku, do t'i frisë urit apo boris që të filloj ringjallja. Nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të ringjallet i pari, dhe me radhë do të vazhdon njerëzit të ringjallen, duke dalur prej varreve dhe varrezave të tyre, dhe do të nisen drejt vendit ku do të tubohemi për të dhënë llogari, dhe aty do të fillon gjykimi. Pas ringjalljes pason llogaria për veprat tona para Allahut të lartëmadhëruar, pasi ne në këtë botë kemi ardhur për të sprovu, dhe kemi ardhur për të jetuar, për të kaluar disa kohë, dhe Allahu neve këtu na sprovon që në fund na merr në llogari. Pas përfundimit sa jete, neve na pret jeta e ahiretit, ku duhet shkojmë e të paraqitemi para Allahut për veprat që kemi bën. Allahu thot në Kur'an: "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Çdo shpirt është peng i asaj të cilën e ka punu. Gjëja e parë që do të pyetemi është çështja e namazit. Nëse te namazi e kalon provimin, llogaria e jon vazhdon më tutje. Nëse bim pi provimit, për fat keq kam frikë se ne do të kalojmë në anën apo në safin e xhehenemlive. Allahu inshallah na ruaj. Do të na jepet pastaj libri i punëve tona dhe do të na thuhet: "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba." Merre, lexoje librin tënd, pasi që sot të mjafton vetja si llogaritës. Llogaria do të vazhdojë dhe aty për pabesimtarët do të ketë drejtësi, ndërsa për besimtarët dhe besimdrejtët inshallah do të ketë falje dhe mëshirë. Nuk duhet të haruar se veprat tona do të maten, do të peshohen me peshorën e cila quhet mizan. Është një peshore specifike e cila në ditën e gjykimit do të sillet për të bërë matjen e veprave të njerëzve. Dikush mund të thotë se si mund të maten veprat kur ato janë diçka që nuk maten me peshore, kanë mbetur në të kaluarën, nuk shihen apo edhe nuk preken. Ne e dimë dhe besojmë se kur Allahu dëshiron të bëjë diçka, i thotë kun feyekun, bëhu dhe bëhet. Por Allahu nuk ka vështirësi dhe nuk vlen ligjet e jetës saj bote. Mos ta mendojmë fuqinë e Allahut brenda kornizave dhe mundësive që i ka njeriu. Allahu ka fuqi dhe pushtet të jashtëzakonshëm dhe nuk ka diçka të pamundur për atë. Sot njerëzit, teknologjia ka arritur që të bëjë matjen e temperaturës, të bëjë matjen e erërave, frimave, dhe e di se sa është nxehtë temperatura dhe e din se sa është edhe ftohtë. E si mundet që Allahu mos di ti mat veprat tona në peshorën në ditën e gjykimit. Prandaj ne jemi të bindur se veprat tona do të maten dhe secili do t'i sheh të mirat dhe të këqijat që i ka punu. Pastaj do të pasoj shefati për cilën ne kemi folur vetë në një ligjërat të kalume. Pas kalimit të urës së siratit, njerëzit më janë të drejtuar drejt xhennetit. Por ka një çështje të cilën edhe për këtë kemi folur ligjëratave të kalume,
se duhet ata cilët kanë pasur mosmarrëveshje, ata cilët kanë pasur ndonjë çështje të papastruar ndërmjet veti, pas kalimit të urës së Siratit duhet patjetër që të ballafaqohen. Kur të afrohet pejgamberi alayhis salam në dyert e xhennetit, do të troket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dyert e xhennetit dhe rojtari i derës së xhennetit do të pyes: kush është në derë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: un jam Muhamedi, i biri i Abdullah. Thot melejku, rojtari i derës së xhennetit, i cili ka emrin Ridvan, thot: më ka urdhëruar Allahu që as kujt përpara teje të mos ja hap derën e xhennetit. Do të hapet dera e xhennetit, e cila derë është 1200 kilometra e gjatë. 1200 kilometra është e gjatë dera e xhennetit, mirë po njerëzit do të jenë aq të shumt saqë do të bëhet kallaballëk para dyerve të xhennetit, sikurse që bëhet kallaballëk kur ne dalim prej xhamisë. Se kur him nuk ka kallaballëk, po kur dalim frigohemi se po jesmi në xhami dhe ngarimi me dal sa më shpejt. Allahu na mundsoft inshallah, bëni dua dhe shpeshtojeni duan që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me thon: Allahumma inni as'aluka al-janna, o Zot, të kërkoj prej teje xhennetin, sepse aty do të jemi përgjithmonë dhe do të shijojmë të mirat e Allahut, të cilat i ka përgatitur për neve. Ka thënë Allahu në hadith qudsi: a'adtu li ibadi salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kam përgatitur për robërit e mi të mirë atë që syrin nuk e ka pa, veshin nuk e ka dëgju dhe mendja e njeriut nuk ka arrit ende me e paramendu. Kjo botë është kalimtare dhe e përkohshme, ahireti është i vërtet dhe i përhershëm. Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe na mundsoft hyrjen në xhennet. Ajeti i fundit i Kuranit, të cilin ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sipas mendimit të shumicës së dietarëve, është ajeti 281 surës Al-Baqara, ku Allahu thotë: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dhe keni frikë ditës kur do të ktheheni te Allahu. Secili do të jepet ajo që ka punuar dhe asnjëri nuk i bëhet pa drejtësi. Po ashtu, për fund e kishim përfunduar me një ajet që gjendet në surën Kahf, ajeti i fundit i surës Kahf thotë: "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kush e don takimin me Allahun, le të punoj vepra të mira dhe mos t'i shoqërojë Allahut asgjë në adhurim. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, Allahu na mundsoft xhennetin, na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe na mundsoft shpëtim në dynjë e ahiret. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi